Allahu është I vetëm absolut, I pari pa fillim, edhe I fundit pa mbarim, që do të jetë paki I përhershëm. Më shë Allahu të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij pastër, dhe për mbi gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Më shë Allahu të thotë dhe për mbi gjithë ju, që jeni bashkë, vëllezër dashur, besimtarë dhe besimtare. Falënderimet janë vetëm për Allahun që na drejtoi, na punën në këto momente, në cilët momente falenderoj Zotin. Vallahi më Zot na thret në ditën e xumës, ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ah. O ju që keni besuar, vraponi, leni punët, leni hallat, problemet që keni ditën e xumës dhe shkoni atë ku falet namazin. Shkoni atë ku thirret për shpëtim. Shpëtimin e kësaj bote edhe shpëtimin e botës tjetër. Morën dy ajete Jesejit, shumë shkurtër, por që me të vërtet lidhet jeta e njeriut. Ne alhamdulillah kaluam Ramazanin, kaluam 10 net të fundit Ramazanit, kaluam 9 në 4. Në erdhën edhe këto 10 ditë të begata të Dhulhijhes, I kaluam në ata. Ai pjesë, domethënë janë 2 ditë I kemi prapë, domethënë ditë begata, ditë veçanta, ku mëshira dhe rahmeti I Zotit është prapë mes njerëzve me shumicë, si po them, si ato tregtarë që ulin çmime, e thotë keni e therë në marë sa të doni. Edhe ka Allahu xhelle xhelaluhu, kështu është, deri në nesër në Iqindi, dita e 4 e Dhulhijhes. Mësë gjithë ditë e Zotit, kanë vajrë, kanë mëshirë, kanë rahmet, për këto kanë shumë. Dhe I kaluam edhe këto alhamdulillah, me mirësinë dhe begativit Zotit xhelle xhelaluhu, patëm një ditë agjerim, ditën e Arafatit e jashtëzakonshme, patëm ditën e Kurban Bayramit, faljen e namazit, prerjen e kurbanit, pra janë shpërblime, pra këtë bota, me mbledh, me therë bati, jashtë ditës e Kurban Bayramit, nuk afrohen vetëm e iqimet të kurs kurbanit që është bërë në ditën e kurbanit. Pra, ka sa do shpërblime kurbanit e zakonshëm, veçanë mas dhe ditën e Dhulhijhes, por si që janë në këta jo. Jo, për ne themi njerëzve që mundoheni, futeni të me thonë në atë rinjë, apo në atë arshinat e kësaj, se do të mene shpërblim ma. Edhe thamë, kul inna salati ve nusuki ve mahyaya, thuj, namazin, kurbanin, jeta ime, vdekja ime, lillahi rabbil alamin, janë për Allahun, Zotin e njësisë. Pra, do të kuptojsh Allah besimtar dhe jo besimtar, do të kuptojsh që je I gjithë I Allahut. Pra jeta jote, edhe ime në këtë botë është kretë qëllimi të afrohet e Zotit. Ta fitoj të mejësinë e Zotit që lëgjërë. Thuj, kullin e salati, namazin, për që është për Allahun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, Allahu xhelle xhelaluhu thotë për namazin, gjysma është e imja, gjysma është e robit. O vëllezër, besimtarë dhe besimtare, Allahu të jetë pjesëtarë të namazë jatë. A mund të imaginojsh? Pra se qëka është namazë, jeta, ardhen këtë jetë, shkaku I ardhës në këtë jetë, shkaku I krijimit të xhenetit, të gjithë të për namazën e kriju. Nërse xheneti për të tës I pikë Zotit. Nuk po e themja tjetër sepse është e ronë, pa inshallah Zotit do t'ja u pjekë të ronë, e t'i bjerit I bashkuj bashkë me ju këtu,
Dhe çdo vend ku falen besimtarët dhe besimtarët. Pra, e gjitha jemi të Allahut. Edhe kthehemi prapë kemi tek Zoti që fjalëu. Pra kredi qëllimi jonë është ky namaz. Edhe marru këto ditë të begata, net të begata, Ramazani, Dhulhijhe, ja marru këto. Çfarë bëhet më saj? Kush është e përditshme? Kush është e përgjithshme? Kush është në të ditën? Namazi. Pashallah, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në minutat e fundit që ka kaluar para se të kalonte për kësaj jete. Edhe sahabët të shmejnë gjithë se ka thënë salat, namazi. E si më të nxjerrësh namazin në vend 2 ose në vend 3 ose në vend 4. Dhe me thamë, e nxjerrë vend 2 për ditë xumaje, dhe një atje e thonë, hajde shkëm të hamit të tek, edhe lërgohesh me ditë e gjumaz. Vej tjetë dhe bashkë me rartë faljes, shumë vetër me thonë, njëri namazet ose mërë mi, Simone, krijuesi Zoti i njësisë që ta ka bërë obligim, thotë e kene përgjysëm namazin. Ai duhet gjymës Allah. Po kjo tregon atë dashurinë e madhe që ka Zoti që rrezon për namazin edhe për falësin e namazit. Kjo Allahu zgjas namaz. S'do na si gjë të kohë sepse gjithë i ka Allah që rrezon. Po përsi për të Allah besimtar, për ne vallai